BDI hedh akuza se pranë varrezave në Blac po planifikohet ndërtimi një kazinoje. Parcela sipas tyre është në pronësi të kompanisë Flamingo Casino. Sipas Imran Veliut nga BDI, nëse konfirmohet se aty po ndërtohet objekt për veprimtaritë e lojrave të fatit, thotë se kemi të bëjmë me një nga vendimet më të papërgjegjshme dhe më fyese ndaj ndjenjave të qytetarëve. Me këtë rast, parashtruan disa kërkesa. Me një herë të publikohet destinimi real i objektit dhe gjithë dokumentacioni përkatës, të ndalen punimet deri në sqarimin e plot të këtij rasti, të hetohet se si është të lejuar një veprimtari e tillë pranë varrezave dhe të respektohet vullneti dhe ndjeshmëria e njerëzve që jetojnë në atë zonë. Për këtë ka reaguar kompania Makoten, brendi së cilës është Casino Flamingo. Përmes një reagimi me shkrim ata bëjnë apel që të ndalohen, siç thon, tentativat e fshehta për të abuzuar me siç e quajnë brendin e famshëm botror Casino Flamingo në preokupimet politike ditore, me qëllim që të shmanget dëmtimi pa bazë i reputacionit të korporatës. Casino Flamingo nuk viziton parcela ndërtimi, as nuk merret me planifikim urban. Çdo pretendim se synojmë të shkelim dinjitetin e dikujt ose të rrezikojmë tokën ku ka varreza është shpifje e pastër që manipulon në mënyrë të palejueshme ndjenjat më të thella fetare për interesa mizore politike. Ndërsa BDI si reagoi edhe koalicioni shqiptar qeverisës vlen. BDI po mundohet të manipuloj me tema që veti ka prodhuar për vite me radh. Ironia është brutale. Ata që për vite e kthyen industrinë e lojrave të fatit në ark politike, sot stillen sikur nuk dinë gjë. Absurd që nuk pi ujë. Ndërsa BDI e pyeti këtë të fundit se pse kjo qeveri tërhoqi ligjin me të cilin premtonte largimin e lojrave të fatit nga afërsia e shkollave dhe zonave të ndjeshme.